Allahu te bareke ve taala, të dashurit e mi, para se ta krijon njeriun, para se ti krijon njerëzit, para se ti vendos gjinët dhe njerëzit në këtë tokë, e ka kriju xhenetin dhe xhehenemin. Dhe ka bo një grup të veprave, kush do t'i ban do t'jetë nga xhenetlit, një grup të veprave të cilët në qovë se i bojnë njerëzit me vedijen e vetë, dhe jenë prej kategorive të xhehenemlive. Zoti na ruaj ya Rabbel Alamin. Dhe parametra kryesore mes xhenetit dhe xhehenemit është besimi. Parametra kryesore mes xhenetit dhe xhehenemit është besimi në Allahun Dhul Xhelal. Ai i cili e beson Allahun një, ai i cili i nënshtrohet Allahut një, ai i cili i pranon kushtet që i kërkon të besimit i madh i Zot, emërohet musliman, dhe Allahu te bareke ve taala e ban që ki të jetë nga banorët e xhenetit. Ai i cili nuk e realizon besimin islam, ai i cili nuk beson Allahun Dhul Xhelal, i përgënjeshtron shpalljen e Zotit, e përgënjeshtron urdhnin e Zotit, e mohon dhe e kundërshton kërkesën e Allahut Dhul Xhelal, për këtë nuk ka xhenet. Sado që kur ndroje ai jetë të mbledhen njerëzit dhe të lutën, në rast që ky njeri nuk e ka realizu besimin në Allahun Dhul Xhelal, nuk do t'jetë nga banorët e xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kelimatu la ilaha illa Allah miftahul jannah. Tha fjala la ilaha illa Allah është çelësi i derës së xhenetit. Çka do të thonë? A mund futesh në shtëpinë tonë dhe pa i pas çelësa? Son he Allah, se ka çelësa. Sidomos me këto dirt që janë tash të blinduar të banesa, s'ka frim, nuk hi ajo të hi njeri. Po që nuk e ki çelësin në ditën e Kiametit, sa do që ti dvere hoxha dhe të toje për mikrien tonë, do ti filan thuj la ilaha illallah badjava, duhesh ta besojsh fillimisht me zemër, pastaj ta dëshmojsh me gojë, pastaj ta zbatojsh me gjymtyrat e trupit, dhe ti bëhesh xhenetli. Dërsa xhenemli shumë kollaj, veç mohon dhe i ban disa vepra. Tash xhenem futën jo besimtarët dhe futën prej besimtarëve të cilët i kanë bëu disa prej veprave që i shtin njerëzit në xhenem, Allah i na ruaj. E para që njerëzit do t'i largon nga xheneti dhe do t'i fut në zjarr, e para dhe ketë Allahu nuk e fal, është shirki. Çka do me thonë shirk? Shirk do me thonë mi përshkrujt Allahut ortak, mi përshkrujt Allahut shok, mi përshkrujt Allahut evlat, mi përshkrujt Allahut bashorte, mi përshkrujt Allahut rival. Allahu Gjelle Gjelalu u tha kul hu Allahu ahad. Thuaj Allahu është një. Allahu samed. Kur kush Allahut nuk i përgjason, nuk ka nevoj aj për kërkan. A krejt kanë nevoj për ta. Lem jelit, s'ka lind, wa lem julet, se ka lind kërkan, wa lem yakun lahu kufuwan ahad, dhe nuk ka ortak Allahu. Ortak nuk ka. Kur kush s'munët mu po si Allahu. Dhe ai i cili nuk e realizon këtë dhe i përshkruan Allahut, Allahu Gjelle Gjelalu u tha khalidine fiha abada. Do t'jenë në xhehenem përgjithmonë. S'ka dalje për atë i cili ka përshkrujt Allahut shok. Në këtë jetë të kësaj dunjaje nuk ka për ta xhenet. Pastaj, mës kësaj, janë vepra të cilët shpesh janë prezente në mesin tonë, i shohim mesi dhe ju kallëzojnë vazhdimisht dietar, hoxhallar se moni, mos i bani, thot hoç, a ka be dikush që ka shkuar atje dhe u ka kthi? A ka që kështu shka folin? Heq mos u mërzit, si të shkojsh, s'ki mu kthi. Heq mos u mërzit, rirat, se Allah nuk konzor me qutin xhenet.
Allahu nuk on zor me çti ti në xhenet. Xhenetin na kemi zor për ta. Na kemi nevojë që Allahu të na çojë në mirësitë e paskejshme, pakufishme. Pastaj janë do vepra që duhet na t'i dim, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lajmëru dhe e ka paralajmëru se ai i cili ka mi bën këto vepra nuk do të jetë nga banorët e xhenetit. Allah i na ruaj, thujni amin. E para, mas shirkit, tha, nuk hi në xhenet ai i cili ban vrasje me qëllim. Subhanallah, nuk ka vend në xhenet për atë i cili vret me qëllim, apo e midë vetën me qëllim. Subhanallah, a e keni pa be shejtani punën e parë shka ja ban njeriut, kur njeriu ka një përleshje, një konflikt, një mosmarrveshje, një kujdi unë një kacafitje, thot punën e parë shka e shti shejtani, thot vraje. Pse? Po s'do shejtani me shku vetë në xhenem, do ta mare edhe dikan me veti. Allahu xhalla xjalaluhu tha në Kur'anin famëlar, thua jo Muhammed, ata të cilët vrajnë dikan pa hak, në ta dinë se venin e kanë në xhenem khalidine fiha abada, e kanë venin në xhenem për gjithmonë. Edhe pse besimi e ehli sunnetit është se ai i cili ban gjunahet mas një kohe të gjatë ka me dalë në xhenet, por ajo koha e gjatë është shumë e gjatë, o vëllezër. Një sekundë me konë xhenem i haron këtë mirat e kësaj dunjaje. E jo me net me miliona vjetë në xhenem. Apo e shifni mëre këtë diell që këto ditë po ankomu nga temperaturat e larta, na djegje, na përvloje, na shkrumoj, sëm po mbujmë me net. Min njëherë po lip mi ujtë ftoft, min njëherë po dojmë me hinë flat, min njëherë po dojmë me bo një tush. Pse? Na kalli, tha aga hoq dili, para me ndoni sa do t'jetë xhenemi. Subhanallah. Vulkani 70 herë u ka la në ujë, nga zjarmi xhenemit ka dalë vulkan. Para me ndoni si do t'jetë zjarmi xhenemit. Edhe njerëzit sot, hitë se ka gajle i qelë telefon, thot ka me t'vra. A i cili vret dikan, e armiqëson Allahun te bareke wa ta'ala. E armiqëson Allahun. Erdh një njeri dhe e pyti Abdullah ibn Abbasin radiallahu ta'ala anhu, djalin e migjës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha, o djali i migjës i Resulullahit alaihi salatu wasalam, i cili i e një prej djetarve më të dishëm në mesin e sahabeve të Resulullahit alaihi salatu wasalam. A e she, në qoftë se une e myti dikan, ku e kam funin ditën e kiametit? Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu i tha, në xhehenem për gjithmonë s'ki me dalë. Pastaj erdh një njeri, tha, o djali migjës së pejgamberit alayhis salam, në qoftë se me gabim e kam myt dikan, tha, si e kam gjendjen edhe ku e kam vendin ditën e kiametit? Tha, inshallah, ban shumë sejdë, jep shumë sadaka, inshallah Allahu ka me qit nga zjarmi në xhenet. Pse? Ku a dallimi, e pyetën o Ibn Abbas? Tha, ki i pari me qëllim, ki i diti, tha, me gabim. Andaj po themi, ai i cili vret dikan me qëllim, e merr armën me qëllim, ja ban planin me qëllim, veni i ti është në zjarr me afat shumë të gatë, don Zoti pastaj e qet në xhenet. Por si gjuna, është gjunajc i cili të çon drejt xhehenemit, Allah i na ruaj ya Rabbi. Kategoria e dytë që është prezent shumë tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la yadkhulul jannata ad-dayyuth. Tha, nuk hi në xhenet, tha, dejuthi. Dejuthi është njeri burr i cili nuk e xhelozon familjen e vet. E sheh gruën e vet tu vallzun darsëm, bile dhe poston Facebook.
e shet qikën e vetë që ju ka bub hazër për matur, beter ative që ka dalin mushit, hiq ga i lezban, edhe ja uron, thot, u rrit që ka eme, u bo matrullante. Jo maturant, matrullante, trullane u ka bo ajo, e cila e shet vetën në një natë sendin ma shtrenjë që ka e ka. E ki cili hesht, një buri cili hesht, e shet kërthizën e bijës vetë jashtë, një buri cili hesht, e shet gryën e vetë se u ka shminku, u ka drejtu, e del me hec, një buri cili e shet e vladin, e nanën, e babën, e halën, e ishe, edhe nuk gjelëzën në të cilën e ka pa, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna, tha nuk hiqkin xhennet. O të shumë e ronë, valla, se këmë thonë, be unë e ka thonë, i dashmi Zotit. A i cili nuk i livrit zemra kur e she namuzin e vetë, se ka dalë duke i dhru Zotin, a i ka metë në dur të Allahut të bareke vë tala. Ndërsa na nuk kemi jashta se atë obligim të interpretojmë të erit e gjematit që të vedisohën, që ta dinë se me shka do të takojnë Allahun të bareke vë tala. E treta, tha, kopraci, subhanallah, cicia, në gjuhën e disave që ka thënë shkërt, që kithë të gjo, pi këti s'del asni gram kur gjo hiq. O lezër, kopratësien e urejnë Allahu dhul gjelal. Bohuni bujar, nderoni misafirin, nderoni ajitat që ka me të rrugë, zgatja dorën fukarajës, zgatja dorën nevojtarit, bënu bujar, me ta lip dikush edhe një got uj duke e pi zgatja, se Allahu gjelle gjelaluhu ta kompenzon me 10 deri 700. Luftoje vete në qofë se zemra të tëtë, shtash e ku më rogën, si t'ja jap unë e jahijës një kafe, shka bënët, shtash kjo punë. Si t'ja japsh një kafe, Allah i ta shtën bereqetin, e tjetrit, banu një bujar, mëse zgat dorën qatë shumë sa që t'jesh dorë e pa mledh, mëse ngushto edhe mledh dorën sa që mos mujsh t'a lirojsh, bonu mesatar në mesin, ashtu si përshkrujti Allahu besimtar të mirë. E katërta, tha el aqu li walidej, tha një njeri i cili e kundërshton nanën edhe babën. Subhanallah, o jurini, qelni vesht mirë, o jurini, dëgjoni me vëmendje mirë, rizaja Allahit, xheneti është rizaja e nanës edhe babës. Në qofë se deri sot e ki kundërshtu nanën, e ki kundërshtu babën, prej sot ban të ube istikfar, pendohu të Allahu, ktheu, puthja darën nanës edhe babës, puthja balin nanës edhe babës, puthja sinin nanës edhe babës, dhe thuj oj nanë, thuj o bab, ma bajni halal, se ju më keni rrit, oj nanë tim ke lind, oj nanë ti të gjumë s'ki bon, veç unë të flera hatë, oj nanë ti prej gojës tonë dhe ushqimin e ki da, mum ke ushqe, oj nanë, fillon numëroja nanës, vërtitet e larta që i ka, pasha Allahin, gjelle gjelaluhu i cili ka kriju, qile dhe tokë, ti edhe mu, ki me e pasë qëfar knatësie ka me dhonë Allahu në zema. Mere ushqimin më të mirë, daje prej sofrës, ushqeje me dorën tande. Shkon sofër, edhe thuj ojnon, që të pësien, cëllën e do ti ojnona jeme, cëllën e do ti o baba jem, zgedhe edhe ushqeje me dorën tande, pashat madhin Allah, ka me dhonë Allah i bereqet në jetë, ka me dhonë Allah i bereqet në pasuri, ka me dhonë Allah i shëndet në trup, ka me ta mundcu edhe vladi jotë me të shërbetije. Sot kur e vladi nuk e di mos e shka është bab, subhanallah, isha me një nikah i ftum si hoq, për ta realizu marveshjen, kontratën e kurorës, edhe e pyta, shfar doni nga nikahi, ajo nusja, familja e nusës, tha dojna banes, nuk dojna bia jonë me jetue me babën edhe nanën e dhëndrit. Subhanallah, nuk ka tradita jonë,
Nuk është nga kultura jonë me e që nanën edhe babën në shtëpijën e pleqve. Nuk është nga kultura jonë të hashti mirë e ta losh nanën edhe babën mos të pyti sha kanë hangër. Nuk është nga kultura jonë ti drejtojsh sendet e tua ndërsa për nanë e babë hiç mos me ta majt gajlja hiç. Por jo, ai musliman i cili don ta fiton rizana e Allahut, ai musliman i cili don ta kënaqë Allahun, don që të jetë jeta në lumturi, në t'i kthehet nanës babës. Nuk themi ta maltreton nusën, nuk themi që ta shkel nusën. Jo vëllezër, muslimani nuk e shkel kërkan, e ki marrë emanet do ta ruajsh, por ajo e ka venin mas, nana e ka venin para. Nana është ajo kruna edhe kurora e krijes. Apo do në me hinë gjennet, apo do në më umbrojnë nga zjarmi i gjennemit, në t'ingreje nana jote dur drejt Allahut dhe në thojo Allah bane e viladin tem prej banorve të gjennetit. Allah i nasip ketve inshallah. Puna ma e madhe njëtën tonë dhe shka mund është ti me emri. Arritja ma e madhe është që kur të lutët baba, kur të lutët nana, t'i ngreje durët, mos të harrojen dua. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha vullën edhe në shkrimin, tha ridha Allah, fi ridha l-walidain, tha idhrimi Allahit është në idhrimin e nanës babës, knatësia e Allahut është në knatësien e nanës babës, dhe duaja e nanës edhe babës për evladin nuk thejet. E pesta, tha ai i cili nuk falet. Subhanallah. Ai i cili nuk falet. Xhamat, vallahi, pashat modhin Allah, ku më fole dhe ka me fol, hiq pa va bo qefin. Një hoxhi cili ja u ban qefin xhamatit, ajo hoxhe ka tradhtu e emanetin e Kur'anit. Këtu nuk jam une për me kallzu se kam shkon muë qefi jem edhe qefiot. Këtu jam për ta kallzue atë të cilën e lip Allahu dhul Gjelal, e lip Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në ditën e kiametit e shënon Kurani Kerimi një bised mes xhehenem live. Është një vend në xhehenem e ka emrin Sakar. Sakar është një prej vendeve më trishtueshme. Edhe kur i shohin do njerëzi atje plot shka janë me emnat Hasan, Hisen, Adem, Bektesh, Suleman, ku e di unë emnat muslimanve. I pysin jo muslimant, Hasanat edhe Hisenat edhe Bekteshat edhe Sulemanat, thot ma selekekum fi Sakar. Tha po shka ju pruni juve këtu në këtë vend të quajtur Sakar. A e dini o vlezër, a e dini o xhamat, a e dini o besimtar, përgjigja çfarë do tjetë? Përgjigja do tjetë qalu lem neku minel musallin. Tha ato do të thojnë vallahi bes se kemi fal namazin. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha el ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah. Tha dallimi mes neve dhe jo muslimanëve është namazi. Wa man tarakaha faqad kafar. Ai cili tha e le namazin i ka bo Allahit qufër, i ka dal pi dinit islam. O vlezër, nuk të mjafton dita e gjuma, pasha Allahun, ashtu si nuk mjafton me hangër veç ditën e gjuma. A mun e ma trupin tanë me hangër veç njere në javë dhe atë në ditën e gjuma. Muslimani, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dallimi mes neve edhe ative është namazi. Dallimi mes neve edhe ative që nuk janë musliman është namazi. Ai cili e le ka dal pi dinit islam. Sa i kapi xhamatit ton që thret ezani edhe ai ban muhabet në qajtore. Sa ka prej neve që thret ezani edhe ai mirët me thashethanme. Sa ka prej neve që thret ezani edhe ai këshir sende që i dhrojnë Allahin. Sa ka prej neve që thret ezani edhe ai hiç zemra nuk i livrit për namaz. Hayal as-salah, thret muezini e janë në namaz. Hayal al-falah, hejani në shpëtim, se namazi është ai i cili ka me të shpëtu. Në varr, o vlezër, kur të vendosët i vdekmi në varr,
vinë me laqet edhe i vesin 3 pyetje. Kush është Zoti jot? Kush është pejgamberi jot? Dhe kush është dini jot? Kur muslimani i cili e fal 5 kohë namazin në këtë dunja dhe kujdeset për namazin për ta realizuar ashtu si e kërkon Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu wassalam, taman don me thon Zoti jem është Allahu, ti përgjigjet me laqeve, del namazi para ati në një pamje të mirë, në një dukuri të mirë, në një bukurish mahnitse, me një arom shumë të mirë, me tesha shumë të bukra, thot Zoti i këti është Allahu, unë namazi vetë dëshmoj se ki e ka falë për Allah. Tha kush o pejgamberi këti? Tha pejgamberi këti është Muhammedi a.s. i cili ka thonë faluni ashtu si më kini pa duke u falë. Tha kush o dini? Tha dini është Islami i cili ka urdhnu me namaz dhe ki e ka falë 5 kohë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kunne lehu burhanen, tha do t'i bon argument namazi në varë. Në nuran, kam ju bo dritë, kam ju ndriqu varin dhe ka me ja drejtu rrugën për në xhennet. Wa najatan yawm al-qiyamah. Ka me kon shpëtim për ta. Ai i cili e le namazin, moni o vlezër, një namaz me elon, djetarët kanë thonë për një namaz, dikun 300 kusur mi vjet duhet mu denu në zjarë të xhenemit. Bazë matematikës kuranore, 300 kusur mi vjet s'ki jetu në dunja, nuk të kushtojnë 300 kusur mi minuta, të kushtojnë 3 minuta, por peshën të Allah e kanë 300 kusur mi vjet. Subhanallah. Kur i thojmë dikujna, hajde me ta falmi namazin, shejtani ja ban qatë shumë të ranë, thot nuk jam për namaz. Subhanallah, kina një gratë nuk janë për namaz, ama burat nuk janë për namaz. Subhanallah, buri mos me kom për namaz, shka ki, thot teshat nuk i kam të mes të mrenshme. La ilaha illallah, a hec mëre muslimani me teshat të papastër ta. Thot o gjo jam gjunup, la ilaha illallah, a hec mëre muslimani gjunup. Subhanallah, o musliman, o ju besimtar, ktheuni te Allahu se Allahu gjelle gjelalu fal shumë. Mos të thoje shejtani se s'ki falti, i kilon, Allah i s'ta fal, duhet shumë të falësh kaza. Vesh ktheu te Allahu, Allahu ti kompenzon ketë insha Allah. Lusim Allahu gjelle gjelaluhu, Allah i t'na i fale kusurat ja Rabbi. E gjashta, tha la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi dharratun min al-kibr. Tha nuk do të hije në xhennet ai i cili në zemrën e vet ka sa grinca mendje madhsi. Mendje madhsi, kibër. Ai di kush jam unë, kush je veti. Hazreti Ali's njëri ka thonë ai di kush jam unë, ka thonë po. Ka thonë ki fillu pi një pikës me 3 tesh, nuk do me dalë para njerëzve. Me ta qelë midisin, barki një e këtë bërlëk, ndërsa kur ta qelë mi varin, masit desish, i e coftin, i kalpt. Qki e ti? Kush i e ti? A di kush jam une? Mas mu, a di kush jam? A di kane kam me veti? Kane kimër e ti? Allahu gjelle gjelaluhu ta dërgon melekul mautin, e ta merë shpirtin, a ndëgjut ju dje. Dikush ka flituru e prej dritarit edhe kara, o kon drejtari se ditë sëllës ndërmarje, a i di sa ka pas oj gazetar, sa ka pas qeveritar, po kur të vere me lekul moti ta merë shpirtin, nuk të vet a be, a rëzosh, a bandeshje, a të zejnë frakti, a vdes, a nuk vdes, nuk të vet a i të merë shpirtin dhe nuk ka me muskula edhe me truproje, s'ka, kërkush së në nalë me lekul motin, shup e merë shpirtin. Parashtrot pyetja si kime shku të Allahu. A do t'jesh prej ative që Allahu do thoje, o robi jem, o shpirti qetë, eja të zoti jot, hin dhe futu në mesin e robëve të mirë, apo do thoje, o shpirti fliqt, o shpirti prisht, o shpirt me arom të keqe, futu në dënimin tem në zjarë. Allah i muafaza, insha Allah. Lusim Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelalu, Allahut në mbrojen nga zjarëmi i gjenemit, ja Rabbel Alamin.
Na mundsoje xhennetin që është rizaja e Zotit në ta, ja Rabbi. Le lutim Allahun rinien ton Islam ta udhëzon. Plegjëve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot. Të smuntit t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm t'i liron, të idhrumt me zvetet t'i pajton. Ata që hartojnë, hiç nuk pushojnë, në për kufizojnë për shpionazh edhe për fitnë fesat ndaj muslimanëve, që ka shumë kanë dalë në për media. Allahu me zvete i shkatroft, ja Rabbel Alamin. Jannatul Firdausin nasib na i boft. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.